Në vitet e para të pavarësisë së Shqipërisë, një grup jo i vogël shqiptarësh, i përqendruar kryesisht në Shqipërinë e mesme, të udhëhequr nga një figurë tragjike me emrin Qamil Zyber Gjameta, i njohur si Haxhi Qamili ose Qamil Baba, do të fillonin një kryengritje kundër pavarësisë së Shqipërisë. Ata donin rikthimin e Shqipërisë nën Perandorinë Osmane, nën sultanin. Duan babën, thoshin, derisa dëgjnin flamurin e shtetit shqiptar. Gjithë ajo sakrificë e patriotëve për të çliruar e pavarësu, ndërtuar kombin e shtetin. Dhe ja ku i kishe në anën tjetër Haxhi Qamelët, që të rehatuar e mësuar brenda atij sistemi, përkundër se sondim nuk donin ta këmbenin qoftë edhe me lirinë e tyre të popullit. E pa besueshme, e pa shpjegueshme mund të jetë kjo e di për secilin që fillimisht libra shkollor të historisë hasnë Haxhi Qamilin dhe kryengritjen e tij. Për të rritur më pas dhe për ta kuptuar shpejt, siç ka ndodhur edhe mua vet, se Haxhi Qamili nuk ishte një skizofreni kolektive e një grupi, në një kohë të caktuar brenda një konteksti të dhënë. Një pjesë e shqiptarëve e kanë këtë trajt dhe nuk janë pak, tamam janë. Kështu e shpjegoj edhe faktin se si sot shqiptarë e shën fotografi Albin Kurtin me siç frenume, me Gjorgjos Papandreou, dikur mik i madh i Slobodan Miloševićit, dhe nuk e ka problem as pak. Pra njeriu që i bënte hije Miloševićit dikur, që fliste pro ti e takoi me të edhe kur regjimi Miloševićit krynte gjenocid në Kosovë. Pra njeriu që doli egërsisht kundër pavarësimit të Kosovës, sot kultivon miqësitë ngushtë me kryeministrin e Kosovës që e kundërshtonte. Sot këshilltari i kryeministit të Kosovës Veton Sorroj del lehtësisht e datat historike se ajo vitit 1981 i përbalt. Shah në fyn me lehtësinë më të madhe dhe vetë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Dhe prap mirëmbohet si një farë autoriteti nga një pjesë e shqiptarëve. SHK-ja nuk ishte realisht ushtri çlirimtare e Kosovës, por ishte një ushtri e cila ose një grup i armatosur i cili shërbente një qëllimi politik, i cili nuk ishte i tërësishëm për krejt Kosovën. Pra ju thoni për UÇK-n, ajo që është quajtur Ushtria e Çlirimtare e Kosovës nuk ka sen ushtri, nuk ka sen çlirimtare dhe nuk ka sen e Kosovës. Si është mundur, do të pyesin gjeneratat e ardhshme për këtë që po ndodh sot. Njëjtë siç pyesim ne për Haxhi Qamilin. Po a shihni si përsëritet historia, normalisht me korniza fytyra të reja, por çuditërisht na trondit më pak kur ajo ndodh para syve tonë, se kur e lexojmë libra. Haxhi Qamili duke si një mbetje periferike në pjesë të popullit që s'ishte i përgatitur për lirinë e vet. Duke e çuditshme deri kriminale, se si dikush e ka bën lirinë për nënshtrim dhe e djeg flamurin e vet duke kërkuar prapa të sultanit. Por ja ku e keni para syve tuaj. Ja ku i keni prirjet e njëjta. Ja ku e shihni miqësinë e pashpjegueshme të kryeministrit tonë me dikë që ishte kundër lirisë së pavarësisë tonë. Ja ku e keni Veton Sorrojin duke relativizuar luftën, e përdhosur sakrificën dhe ne vështrim. S'bojmë kur gjë. Derisa të vinë gjenerata të reja e ta bojnë pyetjen e njëjtë për ne. Si ishte e mundur